Në Shkodër, ashtu si në të gjithë vendin, muajt e nxehtë sollën më shumë raste pranë urgjencës së Spitalit Rajonal të Shkodrës, më shumë aksidente automobilistike, më shumë probleme shëndetësore që lidhen me virozat stinore apo temperaturat e larta. Sezoni veror ka mbaruar e bashkë me të edhe fluksi i lartë i urgjencave. Nga 240 vizita në ditë që stafi i urgjencës rajonale në Shkodër përballoi në muajt korrigusht, tashmë numri i tyre ka rënë në 180. Shifet një farë përmirësimit. Ndoshta një ndër arsyet është ulja e temperaturave dhe freskimi i kohës. Ndoshta dhe reduktimi pak ose ulja edhe në lëvizjeve që ishin për turizmin. Po ne kemi arrit me kalu edhe 240-250 vizita në ditë, tash jena diku te 180 deri në 200 mesatarja. Javët e fundit ka një prezencë edhe të rasteve me COVID-19, thot Dajti. Me kontaktet që kam me kolegët dhe me shërbimet e tjera, ka shfaqje të rasteve me COVID, cilat janë diagnostikuar me tampone, por karakteristike tyne është që përgjithsisht janë raste me klinik më të zbutën, pra nuk janë raste me problematika të rana. Aty ku janë thjesht me klinikat e virozave, të trajtohen për gjendje febrile të mjekut infeksionist, nëse ka komplikacione pulmonare ose përfshihet edhe komponenti pulmonar, mund trajtohen te pneumologu. Urgjenca e Shkodrës vijon të mbetet në gatishmëri të plotë, duke e garantuar trajtim të çdo rasti që paraqitet.